Për shenjën e peshëve gjatë javës në vazhdim, kemi ndikime të fuqishme. Si fillim, kemi tashmë të gjitha planetet kanë kaluar tek shenja e ujorit, si do gjithçka është në subkonsciencën tonë. Gjithçka është tek një vend që ne nuk arrim që ta perceptojmë, po e ndijmë edhe nëse ka problem ose jo. Pse e ndijmë këtë? Sepse ju jeni shenja që ka intuitën më të lartë, arrin që të perceptoni gjithçka edhe përtej asaj që duket. Kjo është aftësia juaj më e madhe në këto momente. Në qoftë se përdorni këtë, keni mundësi që të zhvilloheni vërtet shumë, që të perceptoni dhe të mbani në jetën tuaj vetëm gjërat që nevojiten që për të rritur. Kalimi i Neptunit tek shenja e Dashit është një ndikim shumë i madh pozitiv, në të vërtetë. Arsyeja që është pozitive është sepse tashmë do të jeni më tepër të fokusuar tek materia. Pra, të gjitha ëndrat që keni thurur deri në këtë moment, të gjitha investimet që keni bërë më tepër të kohës, do të fillojnë që t'i realizoni